Më shumë se gjysma e vendeve të punës që sipas ligjit do duhet të takonin personave me aftësi të veçanta në institucionet qendrore të Kosovës vazhdojnë të mbesin bashkë. Ky është realiteti që nxjerrin statistikat që gazeta Infokus ka siguruar nga Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike, të cilat tregojnë se shumica dërmuese e ministrive nuk e zbatojnë obligimin ligjor për persona me aftësi të veçanta. Dhe në mesin e institucioneve që nuk e përmbushin këtë obligim është edhe zyra e kryeministrit Albin Kurti. Kjo ndodh pavarësisht se Kurti kishte premtuar më shumë përfshirje, më shumë mundësi dhe qasje të barabartë për këtë kategori të shoqërisë. Barazi, diversitet, mbështetje, fuqizim. Qeveria e Republikës së Kosovës është e angazhuar për respektimin dhe garantimin e të drejtave, dinjitetit dhe mirëqenies të gjithë qytetarëve të Republikës, pa dallim gjinie e moshe, pa dallim përkatësie e aftësi. Madje, në fund të vitit 2021, Kurti deklaronte se viti 2022 do të ishte vit i personave me aftësi të veçanta dhe se qeveria do të punonte për një shoqëri gjithëpërfshirëse me mundësi për të gjithë. Por, statistikat tregojnë një realitet krejt tjetër. Sot, pas më shumë se 6 vitesh në pushtet, qeveria e Albin Kurtit nuk po arrin të zbatojë ligjin as brenda zyrës dhe ministrive që i drejton vetë. Ligji për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara obligon çdo punëdhënës që të punësoj së paku një person me aftësi të veçanta në të çdo 50 punëtor. Ky obligim nuk është rekomandim, por detyrim ligjor. Megjithatë, në 19 ministri dhe në zyrën e kryeministrit janë të punësuar gjithsej 12.987 persona. Nga ky numër, vetëm 109 janë persona me aftësi të veçanta. Sipas formulës së përcaktuar me ligj, ky numër do duhet të ishte rreth 260. Kjo do të thotë se institucionet qeveritare u mungojnë 151 persona me aftësi të veçanta për të përmbushur obligimin minimal ligjor. Pra, jo vetëm që ligji nuk po zbatohet plotësisht, por më shumë se gjysma e vendeve që duhet të takonin personave me aftësi të veçanta vazhdojnë të mbesin të paplotësuara. Edhe më shqetësuese është fakti se nga 20 ministri, vetëm 3 prej tyre e përmbushin kuotën ligjore. Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike, e drejtuar nga Lulzon Jakxhiu, Ministria për Zhvillim Rajonal dhe Ministria për Punë, e drejtuar nga Rasem Demiri, Ministria për Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, e drejtuar nga Andin Hoti, nga janë të vetmet institucione që arrin të respektojnë standardin minimal të kërkuar me ligj. Ministria e Drejtësisë, me mbi 6.000 të punësuar, ka vetëm 6 persona me aftësi të veçanta, ndërkohë që sipas ligjit do duhet të kishte mbi 40 persona. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka 1.468 të punësuar, për vetëm 2 persona me aftësi të veçanta. Ministria e Shëndetësisë ka 804 të punësuar dhe vetëm 4 persona me aftësi të veçanta, ndërsa Ministria e Mbrojtjes me 2600 të punësuar ka 31 persona me aftësi të veçanta, ku ligji kërkon të paktën 52 persona. Ndërsa Ministria e Mbrojtjes me 2600 të punësuar ka 31 persona me aftësi të veçanta, ku ligji kërkon të paktën 52 persona. Ka edhe institucione ku situata është ende më e rëndë. Sipas të dhënave zyrtare, asnjë person me aftësi të veçanta nuk figuron i punësuar në Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë për Komunitet dhe Kthim dhe Ministrinë e Sportit dhe Rinisë. Kur një qeveri nuk arrin të zbatojë një ligj brenda institucioneve të veta, atëherë vështirë se mund të pretendojë se po ndërton një shoqëri gjithëpërfshirëse. Sepse gjithëpërfshirja nuk matet me deklarata apo premtime, ajo matet me rezultate konkrete. Dhe rezultatet tregojnë se personat me aftësi të veçanta vazhdojnë të jenë një ndër kategoritë më të nënpërfaqësuara në institucionet e shtetit.